Në kishën e Shënandout në Tamar u mbajt mesha e shenjtë dhe u bekua truporja e Shënandout bashkë me kishën e restauruar. U zgjodh ky moment i veçantë në përmbyllje të festës së Shënandout për të bërë inaugurimin e tyre. Ceremonia u hoq nga Imzot Gjovani Peragjine, arqipeshkovi i Shkodër Pult. Kisha u restaurua fal kontributit të mergjimtarëve dhe besimtarëve të zonës me një vlerë totale prej afro $60.000. O ilumënishmi shenë në gjithë botën e dëshmon në madrin tënde, të mëdhaje të vogla, pleqe të rinjë, të pasur e të papasur, të gjithë kallëzojnë hiret e shumta e të mrekullueshme që kanë zjerë prej Zotit në për të lutën atua. Restaurimi dhe organizimi kësaj vepre u drejtua nga famulitari Advitor Demaj. Truporja prej bronzi 1.80 metra e gjatë është vepër e skulptorit Pjerin Kolnikaj, simboli i devocionit dhe vlerë artistike që i shtohet zonës. Kisha ku kështu Shënandout Padovës është kishë e re, e ndërtuar mbi rrënojat e ndërtesave të tjera, e sigurisht e restauruar plotësisht këtë vit prej bujarisë madhe të emigrantëve, bashkëdhetarëve tanë që jetojnë në vendet ndryshme, kryesisht në Amerikë. Është ba renovimi plot i kishës, i tavanit, i qatis, i shtrojës, i mureve, është punu dhe në aspektin estetik që dale sa ma bukur, njërë që përveç se një objekt i kultit, edhe synit kjetë atë pjesën e vetë, tjetë një vlerë edhe për ta marën, edhe për këtë këtë zonën. Krahas me këtë kishë renovume, është edhe truporja e Shënandout jashtë, e ba me këtë bronzit për skulptorit njoftën, artistit tashma të Shqipnisë, Pjerin Kolnikaj. Aktiviteti artistik i organizuar nga shoqata Jehuna e Kelmendit mbylli organizimet e kësaj dite festive për banorët e kësaj treve.